Përshëndetje gjithve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një temë ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mendova të bëja diçka ndryshe, është një periudhë që do ketë rikthime, do ketë njohje të reja, por do ketë destabilizim të marrëdhënieve tuaja. Dhe mendova që të bëjmë diçka ndryshe. Në qoftë se rezonon me ju, mund të lini komentet tuaja. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe do fillojmë për gjithë ata që do kenë njohje të reja. Që do ketë fillime të reja ose njohje që do fillojnë në këtë periudhë. Edhe do li vetë karta. Gjithsesi, kemi asin e kupave që tregon fillime të reja. Atëherë, këtu kemi shenjat e ujit. Gjithsesi do shohim se kush do ketë fillime të reja gjatë kësaj periudhe. Dhe dolën kartat dalin dhe shohim përsëri kartën e të dashuruarve, një dashuri e re. Dhe këtu kemi energjinë e shenjës së luanit, por dhe të binjakëve. Dhe kemi energjitë shenjave të ajrit. Për gjithë ata që janë të interesuar për fillime të reja, atëherë unë shoh një fillim të ri. Ju do keni një takim me një person ku do shkëmbeni emocionet. Është një dashuri shumë e bukur dhe ju do të jepni një drejtim kësaj dashurie. Ndërkohë ju shoh që do lini mbrapa vështirësi që keni kaluar deri në këto momente për të bërë një fillim të ri me këtë person, por shoh që ju do shkoni diku për të biseduar me këtë person që do futeni në njohje. Dhe vazhdojmë dhe fati do t'ju ndihmoj. Për gjithë ata që këtu kemi 4 energji, kemi energjinë e shenjës së Virgjëreshës, energjia e shenjës së Luanit, energjia e shenjës së Demit dhe shenja e Akrepit. Fati do t'ju ndihmoj që këtë njohje të re ta çoni përpara. Dhe kemi energjitë shenjave të Zjarit. Ju shoh që jeni përballur me shumë pengesa në lidhje ndoshta me një njohje që ju dëshironi të futeni, por ju do t'ja dilni me sukses. Për të pasur një takim me këtë person që ju ndoshta mendoni që të futeni në këtë njohje, por personi mund t'ju ketë, nuk e di, jeni përballur me shumë pengesa me këtë person, po do arrini të realizoni një takim dhe do t'i çoni gjërat para. Dhe vazhdojmë. Përsëri këtu kemi energjitë shenjave të Zjarit, është energjia e shenjës së Dashit, do meni iniciativa. Është një periudhë që do meni iniciativa për të bërë një fillim të ri. Ju shoh shumë entuziast, shumë të vendosur në qëllimet tuaja. Edhe pse ju shoh që jeni përballur me disa pengesa, ju përsëri do meni iniciativa për të futur në një njohje të re. Por shoh edhe një takim me këtë person. Dhe kemi kartën e diellit, këtu përfaqësohet nga shenja e Luanit, ju shoh shumë të lumtur. Është një njohje që do bëni gjatë kësaj periudhe, që fati do t'ju ndihmojë në lidhje me këtë person, por ndërkohë mund të jeni përballur edhe me pengesa me këtë person ose ndoshta edhe me situata të kaluara, por gjithsesi ju do merrni iniciativa dhe shoh një takim të bukur që do t'ju sjellë lumturi. Dhe shoh festime. Mund të jetë një person që ju e keni, këtu kemi energjitë shenjave të ujit. Mund të jetë edhe një person që ju mund ta keni njohur në një fest, në një rast ose në një grup shoqëror. Dhe marrim dhe një mesazh nga angjëjt për gjithë ata që do kenë njohje të reja. Atëherë një mesazh nga angjëjt. Dhe kemi treshin e, më falni. Dhe kemi numrin 3, mesazhi numër 3 dhe ju thot, është një periudhë shumë e pasur, do lindin ëndrat tuaja.
ju thjesht duhet të pranoni këtë ndryshim. Atëherë, nëse vjen një njohje re, atëherë pranojeni. Ju mund të keni kaluar vështirësi dhe pengesa në njohjet lidhjet e mëparshme, por ka ardhur momenti që ju ta bëni këtë, sepse është një periudhë shumë e favorizuar në lidhje me njohjet e reja, por ndërkohë dhe fati do t'ju ndihmojë të çoni gjërat para me këtë person. Atëherë kjo ishte për gjithë ata që do futen në një njohje dhe do vazhdojmë me të tjerët në lidhje me rikthimet. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë do vazhdojmë me personat që do kenë rikthime. Cilat shenja do kenë rikthime? Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe vazhdojmë, për gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim cilat shenja do kenë rikthime. Të një personi nga e kaluara. Dhe ra karta e parë, shoh energjitë shenjave të zjarit, ju të shenjave të zjarit, ju shoh që një person nga e kaluara do rikthehet tek ju. Ndoshta është një person që ju e keni pasur në jetën tuaj dhe shoh një lloj rikthimi. Ju shoh që do keni shumë pasion, do keni një pasion të fortë ndaj këtij personi dhe kemi kullën që sjell ndryshime të mëdha. Ju do bëni një ndryshim shumë të madh në momentin që ky person do hyjë në jetën tuaj. Dhe kemi përsëri energjitë të shenjave të zjarit, ju shoh me qëllime në veten tuaj. Në lidhje me këtë rikthim, ju ndoshta do jeni ndoshta do jeni duke menduar dhe duke vendosur qëllime në veten tuaj në lidhje me këtë dashuri. Dhe vazhdojmë. Shoh që nuk e di, është një dashuri që mund të ketë krijuar dhe disa situata tensioni për disa prej jush ose ju me këtë person, sepse është personi së kaluarës. Mund të ketë pasur disa tensione, por ndërkohë shoh që keni dhe një pasion shumë të fortë ndaj kësaj dashurie. Për një pjesë tjetër mund të kenë ndikuar edhe persona që mund të kenë qenë toksik, të jashtëm ose diçka tjetër. Dhe kemi shenjat e ajrit në rikthime dhe ju do hyni në diskutime me këtë person. Është një person që do rikthehet nga e kaluara dhe ju do keni disa diskutime me këtë person. Ndoshta mund të jetë personi që do vi drejt jush. Shoh që është një lloj karme. Për disa prej jush mund të jetë një lidhje karmike dhe këtu kemi energjinë e shenjës së luanit. Kjo njohje e vjetër që rikthehet tek ju është një lidhje ose një marrëdhënie karmike. Dhe këtu flasim dhe për gjithë ata që mund të kenë shkëputje në marrëdhëniet e tyre, shoh që mund të keni një lloj rikthimi nga personi. Dhe shoh që personi vjen, këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, është një person që ka shumë emocione dhe është shumë i dashuruar me ju, ndërsa ju bini me shumë pasion me këtë person. Dhe kemi përsëri energjitë shenjave të ujit, shoh shumë emocione, shumë dashuri, ky person do vi drejt jush, duke shprehur ndjenjat dhe emocionet e veta. Dhe është një person që mendon seriozisht, ose ka menduar seriozisht gjatë gjithë kohës për të ardhur tek ju. Shoh në lidhje me rikthimet kemi energjitë shenjave të tokës këtu, energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të zjarit. Janë të përfshira të gjitha shenjat e horoskopit. Shoh që ky person do vi tek ju, rikthehet, por do jetë edhe një ndryshim i madh që ju do bëni gjatë kësaj periudhe me një dashuri të vjetër, me një person nga e kaluara. Ku do hyni në diskutime, personi ka shumë emocione, është një lidhje karmike për gjithë ata që kanë rikthime, dhe shoh që ka emocione, por ka dhe pasion. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Vazhdojmë me të gjithë ata që do arrin të krijojnë marrëdhënie të qëndrueshme. Dhe shohim energjinë që do na vi në lidhje me personat që duan një marrëdhënie të qëndrueshme.
gjithë ata që janë të interesuar për marrëdhëniet e tyre dhe doli shumë bukur karta. Shoh një marrëdhënie të konsoliduar, dy persona të konsoliduar. Nuk do thotë se janë gjithë konsoliduar, gjithsesi do shohim çfarë energjie do na vi. E dolën 3 letra. Shoh disa prej jush mund të kenë qenë në një marrëdhënie që ju ka bërë pak konfuz. Nuk e di, ndoshta keni ngecur në mendimet tuaja në lidhje me këtë dashuri, ndoshta në marrëdhëniet tuaja, ndoshta ju jeni duke menduar negativisht. Dhe kjo gjë ju ka bërë që ju të doni të mbroni veten tuaj, ndoshta nga situata që i mendoni ju se janë negative, por faktikisht nuk janë situata negative sepse rrugën e shikoj të hapur. Dhe këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjia e shenjës së dashit. Ju shoh ju të shenjës së dashit, do merrni iniciativa, do tregoni shumë autoritar në marrëdhëniet tuaja, por ndërkohë ju shoh edhe shumë familjar gjatë kësaj periudhe. Thjesht duhet të dilni nga këto mendime edhe nga mbrojtja e vetes tuaj, ose nga një situatë konfuze që mund të jeni, dilemash. Dhe shoh që ju do harini përsëri energjitë shenjave të dashit, por edhe shenjat e zjarit, sepse janë lehtësime të përgjithshme. Gjithsesi, ju do harini të krijoni stabilitet në marrëdhëniet tuaja. Ju do harini të hidhni themelet forta. Do dilni nga këto situata sepse unë shoh nuk ka asnjë gjë për të menduar negativisht këtu. Rrugën e keni të hapur. Thjesht ju sikur doni të mbronin veten në një marrëdhënie që keni ose në një lidhje që keni. Dhe sepse këtu përfshihen dhe marrëdhëniet në çift që mund të jenë shumë vjeçare, por përfshihen dhe gjithë ata që janë në lidhje ose në njohje. Dhe shoh që fati do t'ju ndihmoj për t'i çuar gjërat para. Ju do harini të stabilizoni familjen tuaj, shtëpinë tuaj, në lidhje me fëmijët ose këtë marrëdhënie më tepër, sepse për marrëdhënien e hodhëm. Dhe ju shoh që do jeni dhe duke festuar. Dhe fati, sepse kemi rrotën e fatit, do t'ju ndihmoj të ecni para. Dhe te rrota e fatit kemi 4 energji. Është energjia e shenjës së Virgjëreshës, është energjia e shenjës së Demit, shenja e Akrepit dhe shenja e Luanit. Për gjithë ata që kanë këto shenja horoskopi që vinë më fuqishëm. Dhe shoh një fillim i ri, ju do jeni duke menduar seriozisht në lidhje me këtë marrëdhënie për të krijuar këtë lloj stabiliteti, por ndërkohë dhe fati do t'ju ndihmoj që gjërat t'i çoni para. Ndërkohë jeni duke menduar shumë fort edhe për anën ekonomike për disa prej jush. Por për një pjesë tjetër shoh një çlirim shpirtëror. Ndoshta ju mund të shëroheni nga plagë që mund të keni pasur në mendjen tuaj. Dhe kemi energjitë shenjave të tokës tam, energjia e shenjave të ajrit, mund të keni ngecur në mendime negative në lidhje me marrëdhëniet tuaja ose lidhjet që ju keni. Por unë shoh që nuk ka asgjë të vërtet këtu, nga gjërat që ju mendoni, janë thjesht mendimet tuaja, sepse ju, personi ose ju do merrni iniciativa dhe ju shoh që ju do arrini të stabilizoni marrëdhëniet. Por ndërkohë jeni duke shëruar dhe veten tuaj gjatë kësaj periudhe. Dhe shohim dhe diçka tjetër, dhe shoh që ju do t'i jepni drejtim marrëdhënieve, sepse kemi energjinë e Demit, që është një energji toke, dhe është një energji që kërkon stabilitet në marrëdhënie, mendon seriozisht për marrëdhëniet, por ndërkohë kemi dhe karocën. Karoca tregon që ju i jepni drejtim. Disa prej jush mund të bëni dhe udhëtime gjatë kësaj periudhe për të forcuar marrëdhëniet tuaja. Dhe shoh që ju do jepni dhe do merrni me njëri tjetrin gjatë kësaj periudhe, ndoshta do jepni emocione dhe do merrni emocione nga ky person, por ndërkohë dhe anën e pasionit e shoh shumë fort. Dhe shoh një ndryshim të madh që do vi. Kemi kullën, këtu kemi energjitë shenjave të tokës, se nuk tham përsëri. Dhe shoh një stabilitet të fort, sepse jemi te energjia e tokës. Ndërkohë, ju do pësoni ndryshime të mëdha. Në ç'kuptim do pësoni ndryshime të mëdha? Në qoftë se ju keni ngecë në këto mendime ose keni pas situata të tilla që ju kanë bërë që ju të mendoni negativisht në lidhje me personin, atëherë unë shoh që do vinë ndryshime
ku ju, sepse kulla sjell ndryshime në kuptimin ndoshta ka qenë diçka, një marrëdhënie e pandërtuar mirë, dhe kulla bën që të rrëzohen gjërat e pandërtuara mirë për të ndërtuar diçka më e sigurt. Atëherë, ju do harini të ndërtoni ose të rindërtoni marrëdhëniet tuaja më të sigurta. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, është vërtet shumë bukur. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Atëherë kemi asin e shkopinjve, që tregon shumë pasion në marrëdhënie. Është një mundësi që ju do t'i jepni njëri tjetrit, për gjithë ata që mund të kenë pas situata të vështira, por gjithsesi ju do bëni zgjedhjet tuaja gjatë kësaj periudhe, në lidhje me këto ndryshime të mëdha që ju do bëni për të ndërtuar gjëra më të sigurta, thamë. Ndryshimet në jetë do t'i bëni nga ky moment edhe në vazhdim, sepse është koha e përshtatshme që ju të harini të stabilizoni lidhjet, njofjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe shoh që do ta bëni me shumë pasion këtë gjë. Do jeni të vendosur në qëllimet tuaja, por do jetë dhe një mundësi dhe një zgjedhje që ju do bëni gjatë kësaj periudhe. Atëherë kjo ishte për të gjithë ju. Ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Për gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, dëgjojmë në videon e radhës.